Sa ka qenë rroga e parë, Nimet? Rroga e parë, kur e kam fillu, ka qenë kohët komunizmit, ka qenë 4.700 lek muj. 2.300 lek. Kur kam fillu. Pastaj, mas 4.700 lek. Po. Shi. Pastaj, mas 19... Të dilte si rrogë? Sa? Ishte koha komunizmit, ishim 5, më pak 5, më shumë gjithë, ashtu ishin. Po, gjithë, një lloj. Pastaj, mas 19, na pot me shoncin që punuan me tuj, edhe tuj kishin mentalitet tjetër. Në fabrikë Buxha dhe ne i kena pas rrogat më të mira në Shkodër me fjalë që edhe po doshe me hy në punë fabrikë Buxha, u merrte kryetari i bashkisë, merrte në telefon apo më merr këtë njerëz. Me mik, ë? Me mik. Shishi. Mo fut aty, se ishin rrogat e mira. Kështu që aty mos e ne na mësunin tujt për me kanë, faktën unë. Për me kanë një disiplinë në punë, pra unë ku shkoj në punë, punën e shoh punën. Po sot me bë me të marr kryetari i bashkisë? Apo se hap më njëri telefonin, ë? Po jo? Kryetari i bashkisë se din se ekzistojnë gjë. Është i dicionat i ndoshta ose se din fare me fjalë. Se mund të ketë ndonjë kështu makinë qepse në shtëpi? Me cilat me rregullu. Që Durrës pastaj unë shkova në Durrës me të thonë drejtën, shkume me i dhonër të edhe, shkume për me marrë një firmë italiane me asjallë në Shkodër, për me ha fason. Edhe më thëtë e që punën mekanik, më thëtë mu, thëtë kam një makinë, thëtë që banë vrimë, thëtë si bëhet me po, a i ishte bashkë me italianin që punova më rapa atjera. A shkume e po, me regullova, vazhdej punën, a shkume dhe herë në lokal, edhe më thëtë, kjo italianin më thëtë mu, thëtë, që i bëhet të marrë dhe punu këtu? A kena ardhë për tjetër gjë, kena ardhë për këtë punë, a kena ardhë me ju marrë. Pa fillaj herë ti këtu, pas te i qofin, andej këte. Pa ja, ma i thashën në shkote në përmend me shku në Durrës. Edhe kur më thëtë, kur afroj një rrogë që normalisht, ato në Itali se kishin aq, se s'po du me ashtu, unë e marrë në Shqipni, pse jo? Po, shumë mirë. Edhe, 3 mujë, më thë mujë, 3 mujë në provë. Ishe skeptik në fillim kur tha rrogën? Për çfarë arsye skeptik? Po, ndoshta rrogë e lartë për Shqipëri, i besoje, si besoje, se ishte edhe koha, në çfarë vitesh bëhet fjalë? Bëhet fjalë në vitet 2000. Në 2000. Po. Vitet 2000, sa mund të besoje në vitet 2000? Atëherë, problemi ishte aq vetë për një italiani. Personi që na prezantoi ishte një njeri jemi, edhe ishte noter. Edhe si tush ky ja mote letrat e çka kishte nevojë firma. Edhe ky si tush nëpërmjet ti unë njohë. E dinte edhe gjendjen e personit. Edhe e la me 3 muaj në provë. Mas 3 muajve, jo mas 3 muajve, po javën e parë që fillova punë, ai më solli një mekanik italian. Unë ulshe me rrullu makinën këtu, italiani vite këtu, mekanik si unë ishte. Më thëtë ai italiani më thëtë, më vjen keq që vim mas të jetë, po më kanë dhënë urdhën thëtë me po që din me bo. Okej, thosh, po problem, s'ka si problem. Rregulloshëm, çoshëm, shkoshëm në oficinë vite prap, shkoshëm te makina tjetër. Po italishten e komunikoje? Komunikoj italisht, por ka gati 10 vjet që nuk e përdori, edhe po nga e kishe mësu italishten? Italishten ashtu gjë, me televizor. Me televizor. Ashtu gjë tjetër. Edhe kështu që për të pjesa profesionale marrëm vesh 100%. Mos e me hy të pjesë tjera marrëm vesh po kështu. Si dhe gjilponës ja di fjalën dhe po. Kështu që atëherë kam ndaj 15 vjet në Durrës. Mas 15 vjetëve në moshë madhja mu këtëdhe. Të ndërsa kanë një shprehje që për mu nuk vlen, po mund t'kin për 2 vjetë që tënë, o dërsa gëtër allak, për ne javë hajtavë. Pra, me punu një javë me hongri tavë. Për mu nuk qëndron, pa çka se ka qenë shprehje. Mund t'kin në pjesë bresit vjetër, po pjesa tjetër janë ndryshe. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.